Po inovator se kom arrit produktin e hemoroideve me patentu. Me patentu, bravo. Edhe procedura e patentimit ka zgjatun 4 vite. 4 vite, bravo. Mas pari është aprovu si produkt industrial, pastaj është pranu certifikimi i tij dhe në fund është edhe patentimi i tij, që ja ku i ki dhe dokumentin që nëse mund është me fokusu kamerone po? I ka bohet... Avdej Krasniqi, ushtrues detyri drejtorit përgjithshëm, po patentimin e paske po? Po. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Me cilin vit? është zbot 2015, në 10 vjetorin e kom pas në 15 vjetor 2025, edhe tani e kom bo vazhdimin e këtij produktit, prap që është si markë tregtare, e regjistrume dhe e patentume. Çdo vjet bëhet regjistrimi i saj. Do me thonë shikues të nderuar, pastaj ajo nuk është mjek popullor, po është teknolog edhe inovator. Do me thonë është njëri që merr vesh shumë në pjesën e farmaceutikës dhe bonat edhe ilaçet i prodhon vetë. Është këto pastaj është. E çka është që kjo shisha po më intereson? Ky është një gjysmë produkt, të cilët unë i shtoj për rastet veçanta, për sterilitet femnor diçka tjetër, për sterilitet mashkullor diçka tjetër. Domthonë është për me mbesh stazon? Po. Kam suksese pozitive. Për gjithë shikuesit që e shohin se normalisht që bonat kushtojnë faqe për ndërpres, sa kushtojnë kësi shishe? Po i kam shënume që mbi 15 vjet i kam çmimet e njëjta, ku janë të shkruar të gjitha këtu në vizitkartën këtu. Po. Që mund një pojë edhe që jepi çdo kujt jepi edhe mënyrën e përdorimit të ilaçeve për Do të thonë 2 litra 100 euro, po thot? Po. Që janë shumë mina për ata që dojnë me provu shtatzanin natyrale. Po ky e pastron gjakun, lukthin edhe këto organet e brendshme për materieve toksike. Kur pastrohen këto organet për materieve toksike, hapet rruga që këto organet edhe të shnoshat, po edhe të smutat, mu mush me qeliza të reja ma shumë se sa kur janë këto pesticidet në organizëm. E po më intereson pas ajo. Kjo i qet jashtë. Po. Te çuki ilaçmi për rikthimi përsëri. Sa njerëz unë e di që më kanë shkruar shumë në faqen time dhe di që ke shëruar shumë njerëz. A mund ta dim numrin e pacientëve që janë shëruar? Unë evidencë nuk mbaj, po e di që është mbi 1000 me kon. Wow. Mbi 1000 është në ajo, ndoshta numri më i vogël. Po. Se nuk ka pacient i pashëruar me ilaçet e mia që unë i prodhoj në qoftë se ai pacient e merr dozën që unë ja propozoj. Jo çka don ai vet. Për kamerën a mundesh me kthy? Disa persona shërohen ma pak se gjysma e dozës. Ilaçet që janë në farmaci për smundjen e hemoroideve janë për gradën e parë dhe gradën e dytë. Për gradën e tretë që e kam këtu, që në tavolinë, gradën e tretë, edhe gradën e katërt, gjithë mjekët ku do në botë edhe të në Kosovë din që ilaçet e farmacisë s'kanë fuqi shërimi, edhe ata japin ilaçe, po vetëm derisa të jenë operacion. Operacioni nuk është i keq, po hemoroidi mundet me qenë i keq. Se te kanceri njerëzit me biopsi e din që i thojmë na popullor që është femnor a mashkullor kanceri. Te hemoroidet janë mbi 200 lloje, hala s'ka laborator në botë që lexoj deri në 12 mramjes çdo natë, nuk ekziston laborator që të tregon që ky hemoroid përsëritet, ky nuk përsëritet. Për shembull te unë përsëritet e ti nuk përsëritet. Çashtu diçka të tillë nuk ka. Është punë fati. Edhe zakonisht pacienta mundona më u shpjegu për shembull se si smundje është e përhapur shumë në botë. Nëse bota i ka 8 miliardë, mbi 5 miliardë janë smundë për hemoroideve. Wow. Për shkak sidomos vendet e varfëra është mbi 70%. Po ku është teknologjia e lartë e kontrollit higjienës sanitare produkte. Domethënë vjen edhe nga papastërtia e hemoroidit. Faktori kryesor, po. Standardi jetësor është shumë domethënës në këtë smundje. Edhe tash gjithë njerëzve